Shkëndia nga dita e gjeshme ka udhëtuar në Sloveni, ku mbrëmë ka zhvilluar një seancë të lehtë stërvitore, ndërka sonte në stadiumin Stožice, ku nesër do të zhvillohet ndeshja, do të realizojë seancën zyrtare stërvitore. Me ekipin e Shkëndijës në Ljubljanë kanë udhëtuar edhe dy prurit më të reja, Marko Gjorgjevski dhe Jovan Manev, të cilët presin miratimin e organeve të UEFA-s dhe janë në pikpyetje nëse do të aktivizohen në këtë ndeshje. Futbollisti Aleksandar Trumçi në prag të ndeshjes thotë se kanë kundërshtar serioz, andaj dhe qasja në teren duhet të jetë serioze. Mendoj që atmosfera është shumë e mirë, kemi një atmosferë pozitive në ekip, pasi kemi kaluar raundin e parë, por ne nuk do të merrem me të kaluarën, shohim përpara. Ne kemi as të vëni, jemi akomoduar më herët dhe kemi studiuar ekipin. Ekipi është shumë serioz dhe ne do ta marrim shumë seriozisht për të bërë maksimumin. Për të përkrahur Shkëndinë, në Sloveni kanë udhëtuar edhe një numër i konsiderueshëm i tifo grupit ballistët, nga të cilët pritet të jenë dinjitos, ashtu siç i ka hije një tifo grupi me përvojë të madhe. Ndeshja në K Bravo Shkëndia zhvillohet nesër mbrëmë me fillim në ora 20:45.